Bismillahirrahmanirrahim. Një shok që e ka pas pejgamberi sa më është konë fshatar, edhe ai gjithmonë ka ardhur në Medinë në qytet për mi shit produktet e veta, qumsht, djathë, gjona, edhe sa ka ardhur pa shku te pejgamberi mi çu diçka për aty në produkte veta nuk e ka lënë. Po gjithmonë edhe pejgamberi sa më ja ka kthy në shpërblim me dhurat, në ndonjë hurmë ose diçka i ka dhënë, nuk e ka lënë dur thot. Edhe një ditë kur vjen e lyp pejgamberi sa te shtëpia, pejgamberi nuk është kon, edhe çfarë bën ai del në treg për mi shit senet. Kur del në treg, pejgamberi alayhis salam tash kur vjen te shtëpia i vet ta është kon dikush të po Zahirit ka lyp. Atëherë pejgamberi alayhis salam shohet mbrapa dhe shkon në treg me lyp. Kur shkon në treg, atëherë pejgamberi alayhis salam i shkon pe mbrapa. Edhe ai këtu shit produktet e veta. Pe natyrës Zahirit është kon i vrash. Njerëzit s'kan pas shef fort me pas punë me të. Edhe pejgamberi sa i shkon pe mbrapa dhe e kap. Edhe pe shtrëngon. Ai bëhet nervoz shumë. Edhe tash nis me bërtit lëshon pejgamberi sa nuk e lëshon hiç vishë shtrëngon. Dikur thot pejgamberi sa kush pe blen këtë rrob, ai tranohet mazit. Ky jo më ka kapur tash po don me mshita, atë ç'a bën? Atëherë kur e sheh pejgamberi sa më shkon nervoza shumë, e lëshon. Edhe ai kthehet me harçë me grushtu kur kthehet e sheh pejgamberi sa i qetësohet më lart. Trupi pejgamberit u bashku me trupin e tina, qetësohet. Edhe pi thot pejgamberi sa oj dërguar i Zotit, thot ti po do me mshit, po mos u blen kërkush, unë s'bëj parë. Unë jam i lirë. Çor pejgamberi sa çka thot, te ti je i lirë te njerëzit, po te Allahu je i shtrajt, peshon shumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.